Sipas mediave italiane, një burr 57 vjeçar me origjinë shqiptare identifikuar si Astrid Koni dyshohet se ka vrarë ish bashkëshorten dhe partnerin e saj të ri, gjithashtu shqiptar, përpara se t'i jepte fund jetës duke u hedhur nga kalaja e fshatit. Trupat e dy viktimave u gjetën në një hendek pranë një fushe ku ndodheshin disa koshere bletësh për të cilat kujdesej çifti. Viktimat ishin të vendosura në një distancë të vogël nga njëri tjetrit, ndërsa pranë tyre u gjet edhe një mjet bujqësor me të cilin dyshohet se janë goditur për vdekje. Alarmin e dha vllai i gruas, i cili u shqetësua pasi nuk kishte marrë asnjë lajm prej saj. Ndërkohë, sipas hetimeve paraprake, autori i dyshuar është hedhur nga kalaja gjatë natës, duke i dhënë fund jetës. Karabinierët kanë nisur hetimet për të zbardhur plotësisht dinamikën e ngjarjes, ndërsa komuniteti lokal është i tronditur nga ky akt i rëndë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.